Gjatë ditës së mërkuri, gjithë territori i Bashkisë Pogradecë është përfshirë nga rreshje të dendura shiu, të cilat kanë shkaktuar një sër problematikash në disa fshatra. Menjëherë janë marrë masa dhe vijon puna në terren për normalizimin e situatave të krijuara. Grupi i emergjencave ka qenë në terren, edhe sot kemi bërë takim në bashki dhe shpërndar në të gjithë bashkinë e Pogradecit. Deme më të mëdha ka 2 lumenjt, po edhe ai qytetit ka probleme, të 3 lumenjt kanë probleme, siç ishin edhe në përmbytjen që u bë herën e parë, në Rëmenj, në Vëtodh, edhe në lumi i qytetit. Këtu ndodhemi në Beragosh, ku siç e shikoni është shembul një pjesë e rrugës, edhe ne njëherë kemi ardhur dhe po unë jam edhe vetë këtu për të drejtuar këto punime, për të hapur këtë aks rrugor që t'ju vinë në ndirë banorëve. Sigurisht kjo është një emergjencë, po me tej do bëhet edhe një rrugë me rregull. Për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut, ka pasur disa problematika në bashkinë e Pogradecit. Bashkë me kryetarin e bashkisë dhe stafin kemi qenë në njësinë administrative Dardhas, ku ka rrishitur rruga dhe po punohet, por është një situatë shumë e vështirë pasi vetë rreshjet nuk e lejojnë, nuk e mundsojnë mjetet për të punuar, po situata është duke u monitoruar, po ashtu dhe në njësinë administrative Buqimas, pika kryesore cila ka probleme, siç e shikoni edhe për shkak të rreshjeve, është në fshatin Rëmenj, Guras, ku vazhdohet punohet me të gjithë punonjësit e ndërmarrjes punëve publike të bashkisë me mjetet përkatëse për të lehtësuar dhe për të mundësuar pra kalimin e këtyre pasojave. Aktualisht po punohet me mjete të rënda për të bërë të mundur lëvizjen sa më të shpejtë dhe të sigurt të automjeteve. Ndërhyrje janë kryer gjithashtu në Rëmenj dhe përgjatë lumit Starovës për zhbllokimin e zonave të bllokuara nga inertet. Në Pogradecë ashtu është punuar në shtratin e lumit për të shmangur problematika të mëtejshme në qytet. Në njësinë administrative Udënisht janë realizuar disa ndërhyrje në zona ku aluvionet kanë shkaktuar fryrje të përrejnve. Prurjet kanë qenë të mëdha, por situata është monitoruar në mënyrë të vazhdueshme dhe është përballuar me sukses. Fatmirësisht nuk ka pasur nevojë për evakuim familjesh apo emergjenca shëndetësore. Të gjitha strukturat janë në gatishmëri të plotë për të ndërhyrë në çdo moment. Punonjësit do të vijojnë të jenë në terren edhe gjatë natës për të ndërhyrë në çdo zonë ku mund të shfaqen probleme. Bashkia Pogradecë apelon për shmangjen e lëvizjeve të panevojshme, qëndrimeve pranë lumenjve dhe prejnve, si dhe kontaktin e menjëhershëm të numrave të emergjencës për çdo nevojë. Tek faqja e bashkisë pra janë azhonuar një sër numrash dhe banorët që kanë probleme apo kryeplegjve kryesisht ne kemi bërë një thirrje që të raportojnë direkt tek numrat përkatës për të marrë masa për të vazhduar me evakuimin e banorëve e familjeve të cilat mund të rrezikohen nga rreshjet e shiut.